Edhe në seancën e së shtunës, Kuvendi dështoi konstituimin e tij. Deputetët përmbyllën seancën e së shtunës brenda pak minutash, ngjashëm sikur 23 seanca dhe më parshme. Kësaj, ngërçi politik në Kosovë po vazhdon, edhe gati pas 4 muajsh që kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit parlamentare më nën shkurt. Pozita ka propozuar si kandidate për kryetare të Kuvendit ish-ministrin e drejtësisë Albulena Agjiu, derisa opozita refuzon ta votojë si të tillë. Mbi këtë arsye, Kosova ende në krizë politike pa institucione të reja. A kanë mbetur zgjedhjet si opsioni i fundit për të dalë nga kjo situatë? Njohësi çështjeve politike në gjatë Bexheti në një prononcim të tij për Bota Sot, thotë se mungesa e kulturës politike dhe përvoja e kufizuar demokratike kanë bërë që si popullata ashtu edhe elita politike të sillen sikur e kanë litari në fyt, duke aluduar se shteti është i paralizuar për shkak të mos konstituimit të parlamentit. Duhet kujtuar se Belgjika ka funksionuar për më shumë se një vit e gjysmë pa qeveri. Në rastin e Kosovës, institucionet janë ende funksionale, qeveria është në detyrë dhe nuk ka shenja të ndërprerjes së funksionimit të shtetit, edhe pse Serbia grumbullon trupa ushtarake dhe armatime në kufi me Kosovën, kjo nuk përbën një kërcënim serioz dhe nuk duhet të shkaktoj panik. Në skenën politike të vendit mbizotëron bindja se do të shkohet në zgjedhje të reja parlamentare. Ka gjasa që kjo të ndonë se do të rëndonte më tej buxhetin tashmë të brisht të Kosovës. Këto zgjedhje pritet të jenë enigmatike dhe të paparashikueshme në rezultat. Arsyeja kryesore është pakënaqësia në rritje e qytetarëve me odisejadën e konstituimit të parlamentit. Zhgënjimi është i dukshëm, jo vetëm te qytetarët, por edhe në mesin e gazetarëve, opinionistëve e shoqërisë civile. Në rast të zgjedhjeve të reja, partitë politike do të jenë të detyruara të ndryshojnë qasjen dhe strukturën organizative, pasi rezultatet e fundit treguan se asnjëra prej tyre nuk arriti të sigurojë shumicën absolute, vlerëson ai. Sipas tij, për këtë arsye partitë si Lëvizja Vetëvendosje, LDK, PDK, AK dhe Nisma duhet të shqyrtojnë seriozisht mundësinë e një koalicioni parazgjedhor, përndryshe rezultati mund të jetë i njëjtë me atë aktual. Asnjëra parti nuk ka mbështetje të mjaftueshme për të fituar në mënyrë absolute. Zhvillimi i tanishëm mund të ndikojë në motivimin e votuesve, duke sjellë rënje të pjesëmarrjes dhe rrezik për partitë e vogla që të mos kalojnë pragun zgjedhor, theksoi ai. Analisti Bexheti, këtë situatë madje e sheh si një plan të mundshëm të kryeministrit Albin Kurti. Kosova ndodhet përballë një enigme pa precedent. Nëse analizojmë rregulloren zgjedhore, mund të kuptohet një plan i mundshëm i Albin Kurtit, shtyrja e fatit për zgjedhje për të afruar me ardhin e mëgjimtarëve, të cilët janë votues potencial të Lëvizjes Vetëvendosje. Kjo do ta ndihmonte këtë parti në një rezultat më të favorshëm, tha ai. Tuti analisti thotë se faktori ndërkombëtar ka filluar të reagojë. Ambasadori suedis Jonas Westerlund ka dhënë një sinjal të qartë se bashkësia ndërkombëtare nuk e mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ndërkombëtarët mund të ndërhyjnë me vendosshmëri, duke kërkuar që partitë politike të arrijnë marrëveshje për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë. Europa nuk e favorizon një cikël tjetër zgjedhor në Kosovë, veçanërisht në kohën kur vetë po përballet me kriza të ndryshme. Jam i bindur se nuk do të ketë zgjedhje të reja në Kosovë. Ato nuk janë zgjidhja e vetme. Kosova ka nevojë urgjente për rifunksionalizimin e institucioneve. Partitë politike duhet të tejkalojnë kapriçot, inatet dhe akmarrjet parazgjedhore. Çdo riciklim zgjedhor rrezikon të prodhojë një rezultat të njëjtë. Nuk duhet të ushqehen iluzione të rreme. Asnjëra parti nuk është superiore dhe nuk do të arrijë rezultat absolut, vlerëson analisti Bexheti.